Në jetë kur mos thuaj kur, sepse asnjëherë nuk dije se çfarë të ka rezervuar e ardhmja. Numri i politikanëve, deputetëve dhe ministrave shqiptar që po divorcohen nga gratë, sa vjen dhe shtohet. Por ajo që vije të re është tendenca që deputetët shqiptar, pasi divorcohen nga gratë, martohen me gra 20 ose 30 vite më të reja në moshë. Ajo që çuditi jo pak veta ishte ndarja e deputetit socialist Blendi Klosi me bashkëshorten e tij, me të cilën kishte bashk rreth 20 vite. Ato shkuan në dyert e gjykatës me një marrëveshje paraprake të firmosur, ku binin dakord për kujdestarinë e fëmijëve dhe mënyrën më të mirë për mirëritjen e tyre. Blendi dhe Nora, pas divorcit, morën drejtimet e tyre në jetë. Por ajo që ka lënë pa fjalë ndjekësit e rrjeteve sociale ishte se pas 3 vitesh, deputeti dhe gruaja e tij u shfaqën përsëri në krah të njëri tjetrit. Arsyeja që ato u bën bashk ishte tepër e veçantë. Vajza e çiftit hapi një ekspozit dhe të dy prindrit, edhe pse të divorcuar, u bën bashk në këtë event të veçantë. Fakti që ato kanë 3 vite që jetojnë të ndarë, nuk i ka penguar as pak që të qëndrojnë pranë vajzës në këto momente kaq të veçanta për të. Ish çifti i bashkëshortëve shkrepën foto së bashku dhe u takuan me të pranishmit. Kjo për të lënë një mesazh të fuqishëm se pavarësisht ndarjes, kur bëhet fjalë për sukseset e fëmijëve, prindrit duhet të bëhen gjithmonë bashkë.